Dy vëllezër janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe sherrri ka degeneruar në përdorimin e armëve. Ngjarja ka ndodhur mbrëm rreth orës 20 në fshatin Fjerseman, Divjak, ku pas një debati për motive pronësie, dy vëllezërit Zarif Konja, 58 vjeç, dhe Astrid Godanci, 57 vjeç, kanë goditur me grushte Shpëtim Konjën, 50 vjeç, vëllai i Zarif Konjës. Sipas policisë, pas konfliktit, Shpëtim Konja ka gjuajtur me armën e gjahut të cilën e kishte me leje, ku përpasoj është dëmtuar mjeti shtetasit Astrid Godanci. Nga të shtonat nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale tek foristrada e njërit prej agresorëve. Shpëtim Konja është ndaluar nga policia për veprat penale kanosja, dhuna në familje dhe shkatërrimi i pronës, ndërsa mbeten ende në arra tij Zarif Konja dhe shoku i tij Astrid Godanci. Gjithashtu po pyeten edhe persona të tjerë që kanë parë ngjarjen si të vëllezërit që mund të kenë dijeni. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e shtetasëve të shpallur në kërkim. Policia në vend ngjarje ka sekuestruar armën e gjahut tip karabin dhe 4 gëzhoja.